Horoskopi ditor, 19 dhjetor 2025, dashi, hëna e re e sotme mund të ndihmojë të shkëputesh nga gjërat negative që të ngarkojnë, duke të dhënë mundësinë të përqendrohesh te përmirësimi, progresi dhe vizioni për jetën tënde. Ky është një moment optimist dhe plot energji, kur ke mundësinë të ndryshosh ritmin e përditshmërisë, sidomos nëse ndihesh i lodhur ose i ngecur në rutinë. Energjia e ditës dhe e javës që vjen është e fortë për të udhëtuar, për të mësuar gjëra të reja ose thjesht për të përjetuar përvoja të reja. Shpreha e individualitetit dhe kujdesi për njerëzit e veçantë në jetën tënde janë në fokus sot. Mund të lindë mundësia për të nisur një projekt të ri të shkruarit, të studimit ose të ndonjë mësimi të ri. Mos bëj vendime të rëndësishme menjëherë. Përfitoni nga intuita jote, sepse ajo mund të të udhëheqë më mirë sapo situata të qetësohet. Sot nuk je i prirur për të përshtatur me dëshirat e të tjerëve, por mund të ndihesh i ndarë mes të diturit se çfarë dëshiron dhe tërheqjes për të pushuar pak. Jepi vetes një pushim sot, është dita perfekte për reflektim dhe ripërtëritje. Demi, hëna e re e sotme sjell mundësi për një fillim të ri në marrëdhëniet intime ose projekte personale. Po përpiqesh të kuptosh më mirë çfarë dëshiron nga të tjerët dhe çfarë pret nga vetja. Sot është koha për të zhvilluar më tej një lidhje ose një projekt që ka rëndësi për ty. Në një nivel të thellë, mund të ndjesh rigjallërim të brendshëm. Mund të lësh pas zakone të këqija ose qëndrime negative, ose të afrosh dikë që të bën të ndihesh më mirë me veten. Ky cikël i hënës së re të fton në një udhëtim brenda vetes, por nuk do të thotë se duhet ta bësh vetëm. Dëshirat dhe nevojat e tua emocionale janë në fokus, sidomos të besimi. Lidhjet dhe dinamika e pushtetit në marrëdhënie. Sot mund të marrësh këshilla ose të hulumtosh për zgjidhje të problemeve që të shqetësojnë. Qëllimi kryesor është të largosh barët nga jeta jote, qoftë kjo duke zgjidhur borxhe, duke hequr rrëmujnë, ose duke u përballur me çështje më të thella brenda vetes. Mund të ndihesh pak i mbytur nga detyrimet e fundit, por është më mirë të mendosh dhe të reflektosh sot, pa marrë vendime të nxituara. Binjakët, hëna e re e sotme të jep energji të veçantë për të nisur ose përforcuar një lidhje me dikë, ose për të punuar në marrëdhëniet personale një me një. Edhe nëse marrëdhëniet romantike nuk janë prioritet, kjo është koha për të balancuar nevojat e tua me ato të tjerëve dhe për të kuptuar më mirë mënyrën se si lidhesh me njerëzit rreth teje. Sot mund të ndihesh më shoqëror dhe i gatshëm me të bësh marrëveshje, negociata ose angazhime që do të kenë rëndësi gjatë javës që vjen. Qëllimi është të jesh i afruar me të tjerët pa sakrifikuar integritetin tënd. Energjia jote varet shumë nga motivimi dhe ndjenja se po bën diçka me kuptim. Mund të ndodhin momente të papritura ose të paqarta për shkak të ndikimeve të jashtme, ndaj është më mirë të përqendrohesh te çfarë mund të ndryshosh te vetja, sesa tek të tjerët. Qetësia dhe reflektimi sot janë të rëndësishme. Shiko mënyra për të përmirësuar dhe shijuar marrëdhëniet ekzistuese, duke vepruar kur ndihesh i gatshëm. Gaforja, hëna e re e sotme sjell një valë energjie në fushën e punës, shëndetit dhe rutinave të përditshme. Mund të ndjesh rigjallërim në aktivitetet e tua të përditshme dhe një dëshirë më të madhe për të pasur besim dhe vizion në atë që bën. Sot do të jesh më e motivuar për të marrë me detaje të rëndësishme, për të përfunduar detyra të vogla ose për të riorganizuar hapësirën personale. Përmirësimi i vetes dhe kujdesi për rutinat e përditshme janë në fokus. Kjo është një periudhë e favorshme për të investuar energji dhe përkushtim në punë ose aktivitete që kërkojnë disiplinë dhe organizim. Idetë e tua për mënyrën e punës ose për mundësi biznesi janë unike. Dhe sot ke mundësinë të përqendrohesh te aftësitë dhe organizimi që të ndihmojnë t'i realizosh ato. Nëse ke lënë diçka të papërfunduar më parë, mund të ndjesh pak stres, por është më mirë të ecësh me ritmin tënd dhe të shmangësh teprimin. Sot vlen të veprosh me maturi dhe përqendrim. Luani, hëna e re e sotme sjell energji të re në jetën tënde, veçanërisht në marrëdhëniet romantike, shoqëritë dhe shprehjen kreative.
Idetë e reja të vinë natyrshëm dhe nëse je i angazhuar në një projekt krijues, mund të përfitosh duke sjellë një perspektivë të re. Është një kohë e mirë për të nisur gjëra të reja, për të shijuar aktivitete të këndshme, për takime ose për të ndjekur hobi që të pëlqejnë. Ngjarjet e javës që vjen do të nxjerrin në pa ndjenjat, krijimtarinë dhe dëshirat romantike. Sot je më i vetëdijshëm për nevojën për argëtim, për të qenë i argëtuar, për të festuar dhe për të ndarë vetveten me të tjerët. Dhe magnetizmi yt personal rritet, gjërat, projektet ose njerëzit që të kanë penguar të shprehësh veten në mënyrë autentike mund të rishikohen. Sot mund të ndjesh një energji të luhatshme në planin social që të bën të veprosh në moment. Vendimet mund të jenë të vështira, prandaj ndonjëherë është më mirë të presësh dhe të mos veprosh menjëherë. Për momentin, më e dobishme është të mendosh se çfarë duhet të ndryshosh në vend të veprimeve të nxituara. Birgjëresha, hëna e re e sotme të jep energji të veçantë për çështjet e shtëpisë dhe familjes. Ditët e ardhshme janë të favorshme për përmirësime, për të respektuar angazhimet personale dhe për të marrë pjesë në projekte ose aktivitete që lidhen me ambientin e shtëpisë dhe marrëdhëniet familjare. Sot mund të ndjesh një ndjenjë misioni për të rregulluar kushtet e jetesës dhe për të krijuar një ambient më të mirë. Një fillim i ri ose një qasje e ndryshuar për këto fusha ka kuptim. Hëna e re të inkurajon të rikthehesh tek vetja, të kontrollosh ndjenjat dhe komoditetin tënd para se të bësh hapa të mëdhenj. Riorganizimi, dekorimi i shtëpisë dhe ndërtimi i lidhjeve më të shëndetshme janë në fokus. Njohja e prioriteteve të tua ndihmon të kuptosh çfarë duhet hequr, çfarë duhet zhvilluar ose ku duhet dhënë më shumë dashuri dhe vëmendje. Sot është e dobishme të përqendrohesh te aktivitetet që të japin qetësi dhe stabilitet. Me ndikimin e sotëm të hënës dhe uranit, ndonjëherë është më mirë të lësh pak dhe të mos shtysh gjërat me forcë. Merr kohën tënde për fillime të reja dhe vepro kur ndihesh gati. Peshorja, hëna e re e sotme nis një cikël që përqendrohet te aftësitë e komunikimit, të nxënit dhe marrëdhëniet e përditshme. Ditët e ardhshme janë të favorshme për të nisur projekte të reja, veçanërisht ato që lidhen me të shkruarit, të folurit ose të mësuarit. Sot po gjen mënyra të reja për të shprehur veten, për të bërë lidhje dhe për të rinovuar projekte ose marrëdhënie që kanë ngecur. Fokusi tek detajet e përditshmërisë është i dobishëm dhe ke mbështetje për këtë. Dëshira për të sjellë më shumë larmi në jetën tënde është e fortë, dhe kjo reflektohet në komunikimin, idetë dhe interesat e tua. Gjërat e zakonshme ose rutinat e përditshme mund të duken të mërzitshme sot. Dhe kërkon mënyra të ndryshme dhe përvoja të reja. Një pjesë e vetes dëshiron të mbajë gjithçka lehtë, ndërsa një pjesë tjetër dëshiron të përfshihet plotësisht dhe me intensitet. Ndjenja e pakënaqësisë ose e parahatisë mund të tregojë se është koha për ndryshime dhe interesat e reja apo drejtimet e reja po shfaqen përpara. Akrepi, hëna e re e sotme sjell energji të forta në fushën e burimeve personale, duke nxitur dëshirën për të marrë masa dhe për të kujdesur për çështjet e rëndësishme të jetës. Sot mund të ndjesh motivim të veçantë për të fituar ose kursyer para, për të zhvilluar një projekt të rëndësishëm, për të ndjekur një ide fitimpruese ose për të përmirësuar ndjenjën tënde të sigurisë, rehatisë dhe bollëkut. Burimet e tua personale, përfshirë talentet natyrore, financat dhe gjërat me vlerë, janë në fokus të veçantë. Ky është një moment i mirë për të vendosur objektiva financiare dhe për të rritur të ardhurat ose aftësitë për të fituar më shumë. Qëllimi sot duhet të jetë të bësh më shumë me ato që ke, mund të ndihesh i prirur për të qenë më produktiv, të mendosh për të ardhmen dhe të tregosh durim kur bëhet fjalë për plane afatgjata dhe arritjen e objektivave të rëndësishme. Sidoqoftë, mund të ndjesh pak shqetësim të brendshëm dhe pakënaqësi për përparimin, duke u fokusuar tek gjërat që nuk i ke përfunduar ende. Kujdes që kjo të mos të japë ndjenjën se je prapa, kur në realitet po ecën mirë. Përpiqu të ngadalësosh ritmin, të marrësh kohën e duhur dhe të mos mbivlerësosh çdo gjë për rezultatet më të mira sot. Shigjetari, hëna e re e sotme ndodh në shenjën tënde, duke të dhënë një shtysë të butë përpara dhe duke të frymëzuar të besosh më shumë tek vetja.
Sot je më i dukshëm dhe magnetik dhe kjo energji të shërben më mirë nëse e shfrytëzon gradualisht për një fillim të ri, je veçanërisht i motivuar të bësh ndryshimet që të nevojiten në jetën tënde. Mund të ketë gjëra që duhet t'i lësh pas për të ecur përpara më lehtë dhe me më shumë besim. Kjo është koha për të rishikuar veten, imazhin tënd, mënyrën si afrosh botës dhe si prezantohesh. Është një mundësi për rinovim dhe për të bërë vendime ose qëllime të reja për të ardhmen. Ndërsa mund të lindin prirje impulsive, është më mirë të identifikosh shkakun e shqetësimit se sa të veprosh menjëherë. Nëse pritshmëritë ndaj të dashurve janë shumë të larta, mund të ndihesh i lodhur ose i zhgënjur. Ndikimi i sotëm i diellit dhe uranit mund të japë ndjesinë se ke çështje të papërfunduara, gjë që krijon stres të panevojshëm. Ndryshimet e vogla janë më efektive se ato të mëdha sot. Dëgjon ndjesitë e brendshme që të tregojnë nevojën për ndryshim, veçanërisht në punë, shëndet dhe zakone, por shmang mendimin se duhet të bësh gjithçka menjëherë. Nëse ndihesh i lodhur ose i pa energji, mund të kesh nevojë për një pushim të shkurtër ose pak më shumë gjumë dhe qetësi. Britsjapi, hëna e re e sotme ndodh në fushën e privatësisë, duke të kujtuar të kushtosh vëmendje nevojave të tua për reflektim, largim të energjive negative dhe rigjallërim të shpirtit. Nëse ke neglizhuar nevojat psikike, shpirtërore ose emocionale, kjo është koha për të kërkuar përmbushje dhe qetësi. Javën që vjen është e favorshme për të marrë frymë, për të pushuar dhe për të menduar se si të përmirësosh shëndetin emocional dhe mendor. Dëshira për të gjetur paqen e brendshme do të bëhet e qartë, qoftë që kjo të vijë natyrshëm, qoftë për shkak të rrethanave që të shtyjnë drejt saj. Dëgjoj intuitën dhe ëndrat e tua dhe përpiqu të kuptosh nevojat dhe dëshirat e brendshme. Njohja e ngjarjeve të fundit dhe reflektimi mbi to është pjesë e procesit. Edhe pse ritmi mund të duket i çrregullt ose i ngjeshur në momente të caktuara sot, je në një pozicion të mirë për të qëndruar larg vëmendjes, për të pushuar dhe për të relaksuar. Merr kohën tënde dhe mos e nxito këtë proces. Ujori, nëse aktivitetet e tua sot mungojnë me kuptim, mund të ndihesh i lodhur dhe pa energji. Por nëse vepron me një qëllim të qartë ose me një ndjenjë të fortë misioni, mund të arrish shumë. Hëna e re e sotme të jep një shtysë përpara dhe të fton të hapesh ndaj njerëzve ose kauzave që kanë rëndësi në jetën tënde. Sot ndjen fort lidhjen me komunitetin dhe kënaqësia emocionale mund të vijë nga ndërveprimet dhe mbështetja që i jep miqve dhe bashkëpunëtorëve. Javën që vjen do të jetë e favorshme për forcimin e lidhjeve në projekte grupi ose aktivitete sociale. Ky është një moment i mirë për të rikthyer tek idealet e tua dhe për të rinovuar jetën sociale. Sot je i prirur të shprehësh dëshirat dhe ndjenjat e papritura, por ndonjëherë është më mirë të presësh pak para se të veprosh. Disa ndikime të vogla mund të krijojnë tension të brendshëm, sidomos nëse ke çështje të pasgjidhura me miq, rrjete sociale ose me jetën familjare dhe shtëpinë. Balancimi i këtyre fushave mund të duket sfidues, por në të vërtetë ke më shumë kohë se sa mendon për t'i zgjidhur. Mos nxito, sepse vendimet e nxituara mund të sjellin rezultate jo të mira. Merr kohën tënde dhe vepro me qetësi. Peshqit, me ndikimin e sotëm të diellit dhe uranit, duhet të kesh kujdes me fjalët që përdor. Mund të ndjesh presion për të përfunduar shpejt diçka ose për të nxjerrë një rezultat para se të jetë gati, por është e rëndësishme të mos tërhiqesh nga stresi i panevojshëm. Hëna e re e sotme sjell mundësi për një fillim të ri dhe një rihapje, veçanërisht në përgjegjësitë, karrierën, rrugën e jetës dhe reputacionin. Nevoja për të prodhuar, për të arritur dhe për të përmbushur objektiva është më e fortë se zakonisht, dhe ky është një moment i fuqishëm për të vizualizuar rrugën që dëshiron të ndjekësh. Sot mund të përqendrohesh tek përmirësimi i imazhit profesional, statusit ose marrëdhënies me përgjegjësitë e tua. Ndikimi yt mbi të tjerët është më i madh se zakonisht, prandaj shfrytëzo këtë kohë në fokusin e vëmendjes. Punëso disiplinën e vetes dhe investo energji në përmirësimin e performancës, sepse ky është një moment i fuqishëm për të arritur rezultate dhe për të marrë vëmendje për punën ose arritjet e tua.